Neni 103 fraksion 3 i jep ministrit mbrojtjen kushtetuese të neni 73 të kushtetutës dhe jo garanci që rrjedhin nga kodi i procedurës penale dhe që lidhen me zgjedhshmërinë e tyre si përfaqësues nga kodi i procedurës dhe që lidhen me zgjedhshmërinë e tyre si përfaqësues të popullit. Neni 245. I kodit të procedurës penale dhe në radhë të parë i zbatueshëm për ekzekutivin, funksionarët publik. Dhe ky nuk mund të jetë nen që është i mirë për zyrtarët e dorës dytë apo zyrtarët e lartë, por jo për ministrat. Jo për ministrat. Se ndryshe do të quheshim ferme e derrave e George Orwellit, ku derrat janë gjithë barabartë, po disa prej tyre janë më të barabartë se të tjerët. Sa për kujtes, unë vetë kam argumentuar se detyrimi për paraqitje dhe heqja e të drejtës për dalje jashtë shteti janë kufizime të lirisë. Pra, si marrja e pasaportës, pra si heqja, si detyrimi për paraqitje dhe mos lejimi për dalje jashtë shteti, këto janë kufizime të lirisë. Dhe kur unë protestova, kur unë i kundërshtova, gjykata kushtetuese dhe qeveria, parlamenti mbrojti se ajo është një masë e drejtë që buron nga kodi i procedurës penale dhe se deputeti nuk është i mbrojtur. Në atë kohë ja u thash, do të kapni kokën me dorë, po le ta kapin, le të shkunin kokë hunë dhe vesh, se e meritojnë. Sa për mua, unë rikujtoj këtu, se në vitin 2012, kam dërguar në parlament ligjin i cili hiqte çdo lloj mbrojtje deputetit. Dhe unë, pra, nëse bëra rekursin, e bëra në respekt të kushtetutës dhe absolutisht të asnjë problemi personal të Sali Berishës. Por, këta nuk kapen me të drejtat që janë cënue. Lubi Balluku nuk lëviz dot. Lubi Balluku detyrohet paraqitet, s'ka rëndësi kjo. Pezullimi, synë kërku. Asnjë të drejtë. S'ka asnjë lidhje me imunitetin. Ka lidhje me hajdut që përpiqen të mbrohen me çdo kusht, si të mbyturit që kapen pas fijes barit. Në fakt, në rastin tim gjykata vendosi, si thash ndryshe, por vendosin kundërshtim me Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut dhe gjykimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut të Strasburg. Po unë, kjo është tjetër punë. Masat e sigurimit personal ndahen në masa shtrënguese. Tani nuk po lexoj këtu se janë nenet të cila ju referova dhe nuk besoj të ketë interes për por tani kam një pjesë tjetër shumë interesante. Këtë do ja uçoj si ju sigurisht. Ju lutem pak. Dëgjoni pak. Mashtrimi publik kombëtar dhe ndërkombëtar i bashkhajdutit të Lubi Ballukut në konferencë me komisioneren Marta Kos. Pezullimi është vendim i gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Nuk bën bashkësi në Bashkimin Evropian. Dëgjoni, duke patur dëshmitar edhe ambasadorin dhe Marta dhe